Java politike po përcaktohet nga raporti I ri I mazhorancës me drejtësinë. Të hënën, kreu I saj Edi Rama e bëri qartë se shumica nuk do të miratojë të njëjtën në kuvend kërkesën në SPAK për ashpërsimin e masës sigurisë ndaj ish-zëvendës kryeministres. Zoti Rama foli hapur për rastin konkret, duke quajtur dosjen e SPAK si të dobët dhe pa prova. Ai rikujtoi se bëhet fjalë për një akuzë që nuk ka lidhje me korrupsionin, duke quajtur për këtë skandaloze kërkesën e SPAK për arrestimin e saj. Vota kundër shumicës është padyshim lajm, duke patur parasysh se në rastin e Arben Ahmetajt, shumica votoi pro arrestimit të tij. Megjithëse Edi Rama bëri qartë dallimin mes dy rasteve, pasi siç tha ai, rasti Ahmetaj kishte në dosje prova të mëdha korrupsioni, sërish qëndrimi I ri I mazhorancës reflekton një përplasje me drejtësinë gati një vjeçare që prej arrestimit të Erion Veliajt. Rama bëri qartë se nuk bëhet fjalë për të penguar drejtësinë, pasi ligjet e reja lejojnë hetimin dhe dënim edhe për njerëz me imunitet. Por ai këmbguli tek diçka tjetër, te zvetnimi personal që I bëhet njerëzve, të cilët pasi mbahen në paraburgim për vite të tëra, më pas ose dënohen pak, ose gjenden të pafajshëm, ose për më keq, gjejnë shtetin fajtor për këto vendime gjyqësorit në gjykatën e Strasburgut, ku më pas, ne si taksapagues na duhet të paguajmë dhe fatura të kripura financiare. Si për shembull rasti Toma Gëllçit, ish drejtori të RDSH-s. Edhe ai vënë në akuzë për mosbarazin në tendera, u arrestua sikur të ishte kriminal ndërkombëtar, ndërsa shkonte te prindrit në Ersek. U mbajt për më shumë se një vit në paraburgim. Më pas u lirua, sikur mos kishte ndodhur asgjë. Më pas ai hodhi shtetin shqiptar në gjyqin në Strasburg duke e fituar këtë proces. Tashmë ky rast është një precedent shumë I mirë për liritë e individëve, por shumë I keq për shtetin shqiptar, një prej pushteteve të cilit ai gjyqësor shkel qartë standardet e drejtave të njeriut, sipas Strasburgut, të cilat testohen pikërisht në momente delikate kur individët hetohen apo përballen me kufizim të lirive. E pra sot, gati 65% e qelive të burgjeve shqiptare nuk janë të mbushura me të dënuar, por me të paraburgosur, të cilët presin proceset, të cilat zgjasin tashmë shumë se në kohën e drejtësisë vjetër. Por ka edhe më keq. Rama përmendi këtë javë rastin e Ilir Beqajt, I cili u çlirua nga apeli nga një dënim në shkallë të parë të gjykatës, I cili ishte edhe më I madh se sa kishte kërkuar vetë SPAK. Ndërkohë që në parimet e drejtësisë akuza kërkon shumë, por gjykata mundohet ta shohë gotën gjysmë plot në favor të individit të akuzuar dhe në favor të mbrojtjes së drejtave të tij. Faullet e drejtësisë së re rëndohen edhe më shumë, pasi vendi është në rrugën e shpejtë të integrimit evropian. Dakor, reforma në drejtësi është prioritare, por po aq prioritare janë dhe liritë e drejtat e njeriut. Krimi dhe korrupsioni duhen ndëshkuar, por duhet drejtësi, jo justicializëm. Duhet ndëshkueshmëri, por jo giotin. Duhet dënim, por ama duhet dhënë edhe një mundësi e dytë. Duhet alternativë. Gjykata e lartë duket se në 9 prill më në fund do të bëjë detyrën që duhet ta kishte bërë me kohë. Të shqyrtoj unifikimin e praktikave sa I përket paraburgimeve. Në këtë mënyrë, prokurorët, por dhe gjykatësit, të mos nxjerrin shpatën për t'i prerë kokën çdo individi apo funksionare dhe për çfarë do lloj akuze. Gjykatësit duhet vendosin drejtësinë dhe jo prokurorët. Gjykatësit duhet vendosin drejtësinë, por dhe në këndvështrimin e drejtave të individëve, pasi në një vend bashkimit evropian, të drejtat e njeriut ruhen edhe kur ai është I dënuar. Le lëre më ende kur ai është akoma në hetim. Por kur flasim për këtë, nuk mund të shmangemi padyshim në rasteve konkrete. SPAK dje në publikimin e raportit vjetor shpreu shqetësim për këto përpjekje të mazhorancës për çështjen e paraburgimeve, duke u futur kështu me ose pa dashje në diskutimin politik, ku kundër mazhorancës dhe gjykatës kushtetuese deri dje ishte paradoksalisht vetëm Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha. Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Restor, me mua sonde në program, jam Bersida Gjikondi, mirëmbrëma Bersida. Ervin Karangja, mirëmbrëma Ervin. Flokert Muqa, nga Lexo.al, mirëmbrëma Flokert. Dhe Arben Meqe, mirëmbrëma Meqe. Atëherë, sigurisht lajm sot është temi shqyrtimi në seancën datën 9 prill I dhomave të bashkuara të gjykatës së lartë për çështjen e paraburgimeve, ku duket se do shqyrtohet dhe me gjas do miratohet një praktike e re e cila do të vendosi Flokert një tjetër raport mes temi gjykatësve dhe prokurorëve më saktë dhe gjykatësve dhe përballë personave cilët janë në hetim, që nëse do miratohet paktën siç lexova unë atë relacionin, sigurisht do sjellë një ndryshim radikal. Gjëja e parë
do të zbrazen qelit nga të para burgosurit. Një që është problem që e ngritit e Këshilli i Evropës, nëse shifra është saktë 65%, unë jam referuar një shifrë zyrtare, nuk e di sa e saktë është, sigurisht është balancuar në raport me temi me numrin e atyre që duhet ishin qelisit dënuar. Por, sigurisht, tu nuk është mangër që të pastaj emrave konkrete, letëzosh qatë sot në akuza kryesore që i bëjë Sadushit do të lirosh Erion Velin. Sigurisht, nuk është vetëm Erion Veli, ajo është edhe Ilir Meta, po ka edhe me qindra temi zyrtar të tjera, po ishtë funksionarë cilët sot janë në kushtet e parë Si qka me mira qytetarë tjerë pastaj. Dhe mira qytetarë tjerë cilët janë po ashtë barabartë saktar. Harrojmë të përmendim, se në fakt unë përshikoj edhe shifrën djetë spagut, me thënë vërtetën për është e fjalë për 18 funksionarë në hetim dhe 10 për e tyre në dënim. Me temi dhe kjo shifra pastaj, kur ti shikon sa realisht hetohen dhe dënohen, temin mu duk një shifrë modeste me të në vërtetë, nuk mu duk një shifrë për të krenuar. Me gjatë, ky vendimi gjukatës, ky temi kjo seancë e gjukatës lartë. Sigurisht që vjen edhe për para një pare lërmërimi që kështë të bërë dhe vetë Rama për shqyrtimin edhe ligjor që është para burgimit. Gjukata e lartë duke sigur para prind, po ka sa të që tonë gjukata e lartë ndoshta është shikë bënuar. Duke që reaguar më herët, për që mangëm këtë loj debati gati 2 vjeçar. Ne, po të shohësh si funksionojnë institucionet e shtetit, duke si kur këtu kemi disa shtete. Shtet më vete gjukata e lartë, shtet më vete spaku, shtet më vete, dhe harrojnë që janë pjesët njëtit shtet. Pra, mbi popullimin burgje, nuk është një problem që nuk duhet të shtetësoj gjukatat. Pra, kjo duhet shkoj në sinkron dhe shteti duhet të funksionoj si një makineri. Gjukata më sot që më duhet moj që janë bushur. Eksakt. Pra, të gjitha këto rregullime duhet shkojnë në sinkron me njëra tjetrën dhe nuk mund t'jenë shkëputura që unë nuk kam interes le të bëhen burgje të reja. Dhe ajo arsyeja mendoj unë se nuk ka ndodhur, është sepse të bësh të ndryshime nuk është seksi. Pra, të thuash që paraburgimi nuk do jetë më si sot një mas e parë që e kërkon prokurori dhe certifikon gjyqtari, kjo për publikun e gjërë atje që kërkon gjak, është krejt e papranueshme. Dhe publiku, se mos harro. Publiku kërkon drejtësia, nuk kërkon gjak. Kam përshtypjen që këtu ka një... ka një keq përdorim, keq interpretim, keq kuptim nga ana e drejtësisë re. Eksakt. Publiku kërkon drejtësi. Këtë pra po them, unë po them perceptimi se si funksionon sot që flasim sistemi i drejtësisë, është që nuk e di nga i bëjnë sondazhet, nuk e di nga i marrin sondazhet, nuk e di, por e bëjnë këtë që po them unë. Nuk besoj që bëjnë sondazhe në çdo rast. Nuk e di atëherë me ç'perceptim ecin, por është që në momentin që ne çojmë dikë që po hetohet për një vepër X, e plasim brenda, këtu ka mbaruar puna e drejtësisë praktikisht, sepse pastaj është pjesa e gjyqit popullor. Dhe nuk ka rëndësi fare se si përfundon procesi. E rëndësishme është për shembull për Beqajn, grupi strukturuar kriminal ra. Jo, nuk është problemi tek ajo se... Po jo, por shumë e rëndë. Ajo e çon në nivel tjetër. Ra në sensin që ra një akuzë të cilën e kishte shtuar rrugës. Eksakt pra. Dhe ra një akuzë e cila ishte shtuar më shumë se Shërku Spaku, e kishte shtuar vetë gjykatësia në vendimin e saj. Kjo e rëndon, se normalisht në gjithë botën gjykatëset, gjyqet, vendimet e gjykatave, Ervini ka qenë prokuror, e di vetë. Kur ka ankim të panderi, nuk mund të rëndohet pozita. E kuptoj, pra, kur ka ankim, ti nuk e rëndon pozita. Pra, ti ke frikë të shkosh në apel se janë 3 kasap aty që do të presin gati duke fërku duhet, e erdhi ky. Sa mirë që ta bëjmë organizatë kriminale. Po, edhe se Rasti më klasik është Emir Tahiri që shkoi me dëshërbim prove dhe i thonë jo, ktheje në burg këtë që apelon këtë. Pra, oke, aty ishte e kësha apelu dhe Spaku, dakor, prokuroria. Selbi për ta mbyllur këtë pyetjes tënde. Po kjo e Ilirit Beqajt fakt është që në gjykata jep një vendim më tronë se që kërkon vetë Spaku dhe pastaj apeli thot gjykatës... Po ja fut shikot. Pra, pse ndodh kjo vonesë, unë kam përshtypjen se është për këtë arsye. Është krijuar bindja dhe perceptimi që publiku, dhe kjo është problemi madh për mua i drejtësisë,
publiku është ai që vendos, si e kanë kthyer në Big Brother. Pra publiku do gjak, publiku do t'ju thuash gjithë atyre po hetohet, po, ai është i korruptuar, duhet kalbet në burg, ai ka marrë paratë e popullit, ka ngrënë paratë e kalamajve tuaj, bababam, pa asnjë rëndësi çto dosja, dhe në këtë moment nuk duhet bërë ky ndryshimi, sepse me çfarë do krenohemi pastaj?